Shtyllat kryesore kanë qenë për me bo edukim të publikut në dezinformim, mbështetje për luftimin e dezinformimit, zhvillim të kapaciteteve të institucioneve tona për me luftu dezinformimin. Po du konkretisht me i listu rezultatet konkrete të këtij projekti deri tash. Në më pak se 6 muaj janë publiku 260 produkte mediatike. Çka nuk kupton kjo? Artikuj, lajme, infografika, dokumentar, analiza, raporte, 260 produkte mediatike si pjesë e këtij projekti janë prodhu. 13 dokumentar edhe debate televizive. Janë financu 15 gazetar tjerë të cilët kanë apliku me një konkurs për të publiku hulumtime, analiza që luftojnë dezinformimin në forma të ndryshme. Po ashtu, si pjesë e këtij projekti janë trajnu mbi 80 zyrtar, të cilët vinë prej gjykatave, prokurorive dhe institucioneve të ndryshme, janë trajnu për me detektu dezinformatat që janë me rëndësi për punën e tyre. Fjala është për dezinformatat që flasin edhe për doganën, për gjykatat, për prokurorin, për policin. Kemi boni përveç që sot po i thëm trajnim, po është edhe shkëmbim informacioneve në këto punëtori që kemi majt me zyrtar që shkojnë përtej gazetarve. Edhe ajo që është gjithashtu e rëndësishme është që në gjithë këto aktivitete shtyllat kryesore kanë qenë për me bo edukim të publikut në dezinformim, mbështetje për luftimin e dezinformimit, zhvillim të kapaciteteve të institucioneve tona për me luftu dezinformimin. Edhe në fund qëllimi i këtij projekti ka qenë ajo për cilën jemi këtu sot, me e prodhu një hartë të dezinformimit në Kosovë. Me hartëzu mënyrën që shpërndohet dezinformata, me e tregu edhe me emna. Masi kjo është prej gjanave cilave na u ka kërku me të madhe. Në fund, në 70 faqet e raportit që e prezentojnë kolegët e mi, ka dhëna specifike të dikun 300 burimeve të ndryshme që analizohen për shpërndarjen e dezinformatës në Kosovë.